falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, paqja dhe mëshira Allahu xhallahu ala të gjitha qofshin për pejgamberin ton të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Lagni gjuhët e juja vllazë me salate dhe selame për Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. O ju vllazën, për emrave të bukur të Allahu te bareke ve teala është El Kerim. Allahu xhallahu ala është dhurues i madh, është fisnik. Nuk e kthen bosh dorën e robit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Inna Allaha hayyun karim. Me të vërtet Allahu xhallahu ala është i turpshëm edhe fisnik. Ka turp që dikush për jush të ngritën duar lart të thot ja Allah, dhe Allahu t'ja kthen duart bosh subhanahu wa taala. Është e pamundshme vallahi, në qoftë se robi i plotson kushtet e duas edhe lutjes, e t'i ngritën duart tek Allahu xhallahu ala për një nevojë të dunjas apo të ahiretit, dhe Allahu subhanahu wa taala t'ja kthen duart bosh. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar ju vllazën se një prej shkaqeve të mospranimit të lutjes është shpejtimi i pranimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Do të vazhdon t'i pranohet lutja ndonjërit për jush derisa ta shpejton pranimin. Da'autu falam yustajab li. Unë luta, mu Zoti s'ma bëni kabull. U luta, nuk ma pranoi Allahu xhallahu ala. Pse më vëlla shpejton? Jo më vëlla këmbgul në lutje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të kundërtën e asaj tregon se për shkaqeve kryesore të pranimit të lutjes është el-ilhahu fi du'a. Këmbgulja në lutje dhe në dua, ja Allah, ja Rabb, të lutem, ja Allah, mos mi kthe duart bosh. O Allah, nuk i uli këto duar pa me ma dhënë pranimin dhe kabullin, ja Dhul Jalali wal Ikram. Andaj Allahu te bareke ve teala ju vllazën në këto ajete të cilat u lexon në namaz në rekatin e parë. Tregon për një grup njerëzish për besimtarëve, për të cilët thot fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum. Të tillëve Allahu va pranoi lutje dhe duan. Pse ja Rabb? Çka bën ata që Allahu xhallahu ala va pranoi lutje dhe va bëni kabull ata? Shihni ajete paraprake që u lexon ju vllazën. 5 herë Allahu na tregon në këto ajete se ata kanë thënë o Zotin, o Zot, Rabbena ma khalaqta hadha batila. O Zot, nuk e krijove këtë gjithësi kot. Rabbena innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta. O Zotin, ti ko e fusi në zjarr të xhenemit e ke nënçmu. Rabbena innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. O Zot, ne dëgjuam një thirrës i cili na thiri për në iman. Rabbena faghfir lana dhunubana. O Zot, të lutem na i fal mëkatet. Rabbena, o Allah, mos na nënçmo dhe mos na përbus. La ilaha illallah. 5 herë Allahu xhallahu ala në 5 ajete po na tregon ju vllazën se ata kanë thënë Rabbena, 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 o Zotin, o Zotin, o Zotin. Fastajaba lahum rabbuhum. Të tillëve Allahu va pranoi lutjen dhe duan. Dhe është interesante ju vllazë se në gjuhën arabe ka fe stejabe, wa stejabe, thumma stejabe. Feja o ju vllazërit e mi tregon se më një herë Allahu va pranoi lutjen dhe duan. Kurse ueja e ka një lloj vonese, kurse thumme e ka vonesën Allahu alem kur do ndodhen. Në këtë rast Allah nuk tha wa stejabe, as nuk tha thumma stejabe, por tha fastajaba lahum rabbu. Allahu të tillëve më një herë pra va pranoi lutjen dhe duan. Atëherë vallahu im, në qoftë se ke një nevojë për nevojave të dunjas, një hall për halleve të saj, një borxh, një telash, një sëmundje dhe ngjashme si ajo, thuj Rabbena, 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 lutë Allahu xhallahu ala. Ka ardhur në këtë ajet 5 herë. Ka pas për pejgamberëve të Allahut që nga namazi jacis deri në sabah vazhdimisht kanë thënë Zoti in, Zoti in, Zoti o Allah, të lutemi, të lutemi, të lutemi. Dhe bukur dhe interesanti është ju vllazërit e mi, se të gjitha lutjet e pejgamberëve të Allahut kanë ardhur me Rabbena, o Zoti in. Shihni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Rabbena
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا رب اغفر لي ولوالدي ربنا o Zoti in ja dhe xhelali wal ikram. Pra është e pamundur ju vëllezërit e mi, që nëse ne I plotësojmë shartet edhe kushtet e lutjes, Allahu xhallahu ala na kthen duart bosh. Nuk I takon madhërisë dhe mbetërisë atij subhanahu wa taala, bujari të madh, fisniku të madh, atij xhallahu ala që për cilësive të tij është I turpshëm, ka mbarë Zoti xhallahu ala. Ashtu ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, turpërohet Allahu, ti ngritën duart dikush I thotë Rabbena, Allahu xhallahu ala t'i kthen duart bosh. Por mbetën që ne të nështrohemi para madhërisë atij, të porulemi dhe të përgjerohemi para mbretërisë së tij subhanahu wa taala dhe përgëzojni me hajër se do ta gjeni Zotin e juaj xhallahu ala pranues të lutjeve. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.